Shpend Lila. Shpend Lila është një djalë I njohur për punën, për kushtimin dhe angazhimin e tij të madh në fushën e shitjes, në fushën e marketingut dhe zhvillimit të inovacionit. Me përvojë s'ko këna mësu kurv. Prezantimin me bo ullun, me përvojë në komunikim dhe monitorim. Shpendi është quar për energjin, vizionin dhe kontributin e vazhdueshëm në fuqizimin e trinjeve dhe sipërmarrjes në Kosovë. Aktualisht Shpendi menaxhon qendrën e inovacionit Kosovës, një nga qendrat më me ndikim në fushën e marketingut, inovacionit dhe teknologjisë në vend. Në ndrejtimin e tij, ICK vazhdon të luajë një rol kyç në krijimin e mundësive të reja për të rinjët dhe bizneset inovative. E themeluar në vitin 2012, ICK është një qendër për inovacion, trajnim dhe inkubim biznesi, e cila lidh njohuritë shkencore me botën e biznesit dhe teknologjisë. Qendra fokusohet në zhvillimin e ideve të reja, krijimin e vendeve të punës dhe ndërtimin e bizneseve të qëndrueshme, veçanërisht në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Përmes programeve dhe aktiviteteve të saj, ICK nxit kulturën e inovacionit, zhvillon aftësitë profesionale të trimëve dhe forcon ekosistemin e sipërmarrjes në Kosovë, duke krijuar ura të forta bashkëpunimi mes arsimit, teknologjisë dhe biznesit. Për sukseset e kësaj qendre, sfida dhe potenciali në Kosovës për zhvillimin e teknologjisë, do të flasim me njeriu I cili është ombrella e ICK-s. Shpend Lila në studio. Mirë se na erdhe. Shpendi me full energji, gjithmonë prezent ofër inovativës. Mirë se erdhe Shpend. Shumë faleminderit e dita. Për mua shumë kënaqësi dhe privilegj me qenë në radar, sidomos me ty, për shkak se di çfarë ndikimi në komunitet edhe në shtetki. Ne bërtasim për ditë jemi shumë të zëshëm, por në anën tjetër provojmë me I marrë në studio ata që bojnë punë shumë të madhe me komunitetin, por ka një mas tjetër që nuk I sheh, nuk I nin, por I nin vetëm ai komuniteti që ka nevojë. Ndaj të kom ftu sot me jap za ICK-s për punë kaq të mira që është I bë për ditë, me qenë se e shoh edhe në rrjetet sociale. Faleminderit. Prezantimi ka shumë I mirë, unë s'di çka kam shtu më shumë përveç soj. Megjithatë është kënaqësi që e kam mundësinë te ju me prezantu ato që kemi mri, ato që kemi në plan me bu, sfidat, po edhe të mirat. Ne një prezantim general, si përfaqësor, I kemi bo ICK-s, ka shumë projekte konkrete që ne sot do t'i përmendim në program. ICK-ja, për dëgjuesin ton, si e formson një tri, si e përkrah një biznes, konkretisht Shpend? Po, the Innovation Center Kosovo, ose që njihet si ICK, është themeluar në 2012, prej me mbështetjet Ministrisë Punëve të Jashtme të Norvegjisë, pra ka qenë një përkrahje për ambasadës. Jemi tash 14 vjet në treg, ndër qendrat më të vjetra në Ballkanin Perëndimor për sektorin e teknologjisë, informacionit dhe të komunikimit. Një qendër unike që është e hapur 24/7, ICK nuk mbyllet kurrë, për shkak se komuniteti jonë, bizneset, freelancers, startupat punojnë edhe me time zona tjera. Pra kemi ekipe që vijnë ku shkojmë në shtëpi. Pra që punojnë me Kaliforni ose me pjesën e Azis, po do të thonë që kemi një gjithë përfshirë dhe komuniteti jonë punon me krejt botën. Kështu që qendra nuk mbyllet kurrë, një model të tillë nuk e gjen në Ballkan Perëndimor, pra kurdo që kalon mbrëmje në ICK, mas mesnotës mushmi po do drita dhëz. Që nuk kupton që është një ekip, një biznes që punon. Për momentin jemi ku 300-400 persona që ka hyrje dore gjatë ditës, tu I përfshi biznese startup, pjesëmarrës trajnime, kemi freelancers diku 115 që shfrytëzojnë coworking space në ICK, që punojnë prej ICK-s për krejt botën. Edhe në mbrëmje natyrisht studenta që vinë trajnime, për shkak se trajnimet tona marrin veç mas dite. To e marr parasysh që njerëz punojnë, edhe sektor që nuk quhet shumë herët mëngjes. Ka çfarë? Po ata flajnë, punojnë natën qetësinë vet, por një I ri ç'a punon në ICK mbrëmje?
flas për ata dëgjues tanë që janë pak më në moshë dhe nuk e din gjenerata e re në çka është angazhume. Për momentin, një grup i madh i trive që edhe bizneseve që janë prezent në ICK, mirën me sektorin e teknologjisë, informacionit, komunikimit në fusha të ndryshme. Kemi ekipe edhe individ që mirën me siguri kibernetike, kemi ekipe në masë të madhe që mirën me zhvillimin e softverit, pak prej tyre me hardware, për shembull që printeri 3D ose labbox që është menu më herët prej Artashehut. Të tjerë mirën me design, animacione, motion design, marketing digital, pra çfarë do sferë që ka shërbime prej Kosovës për këtë botën. Na ka njerë thojmë veç none Bob, që s'mujnë me të kriju mrena, përndryshe është një komunitet që me të vërtet zhvillon produkte dhe shërbime të përsosura, kësha me thonë, edhe shumë cilësore në krahasim me standardet ndërkombëtare. Do thotë këta të rinj punojnë edhe për kompani të ndryshme të botës. 99% punojnë për jashtë. Dhe ata janë zhvillu brenda qendrës juaj. Janë zhvillu brenda qendrës, kemi edhe studenta që vinë prej universitetit, kryesisht prej fakultetit teknik. Megjithatë janë 3 që edhe pa qenë zhvillimi ose edukimi formal vetë mësohen. Do të thënë shumica disa prej tyre janë autodidakt, që kanë mësuar me Coursera, me trajnime në YouTube, me Udemy, ose edhe me trajnime që në qendër i ofrojmë. Veç për me qarsu për dëgjust dhe shikus, ICK ka 3 shtylla kryesore. Është pjesa e inkubimit biznesit, inkubator, që si beba që ka nevojë me inkubator, do të thonë startupat ka nevojë që me uqun komë veta. E dyta është qendra e trajnimeve, ku jemi shumë të fuqishëm edhe shumë të njohur për sektorin, për shkak se krijojmë gjeneratat njerëzve që i thith tregu pastaj. Edhe e treta është coworking space, edhe departamenti i ngjarjeve ku na kemi shumë licenca ndërkombëtare që implementojmë dhe zbatojmë në Kosovë. Edhe maker space që hala nuk e kemi themelu për shkak të kostos, po që jemi në plan në vitet që vijnë. Pra me inkubatorë na ndihmojmë sektorin ose 3 që kanë ide për biznes në sektorin ICT-s, me trajnimet i aftësojmë 3 për tregun e punës. Kjo është shumë e rëndësishme për shkak se tregu ICK nëse si një burim të njerëzve që ju duan aty në tregun e punës. Kjo është arsyeja pse na çdo vjet në fund vitit e pyesim sektorin privat çka keni nevojë për profilin vitit që vijnë. Kështu që për shkak se na mos me bë trajnime, vetëm me shuni certifikat me bëni foto ha ditën e mirë, po trajnimet tona zhvillohen në atë formë që tregu pastaj mundet me i marrë dhe me i punësu këta të ri. Kjo është arsyeja pse një përqindje shumë e madhe studentëve tonë hinë punë, për shkak se programet tona janë të drejtuar në atë mënyrë që me u përputh me kërkesat që vijnë për sektorin. Dhe ju në fakt ata i përgatitni për tregun, por për post kësaj ju edhe ju siguroni vendin e punës. Unë po e shoh në postimet e tuaja shpend. Vetëm dje gjatë ditës 6 për studentëve tonë kemi rahatu. Dhe kjo është nuk është e vetmja ditë, janë të përditshme këto. Janë për mi në 70.000 vende të punës që janë themelun këto 14 vitet e fundit. Është shumë interesant se na kemi ndërtuar një raport shumë të mirë me sektorin privat. Edhe muj me thonë ti ke qenë vetë pjesë e përvojave tilla, po nuk ka ma lezet se me trajnuni 3, me aftësu me shkatësi që kërkuan tregun e punës, edhe vetë me shku me aqu kompanisë. Kjo është e rrallë në Kosovë, se ti shkon me një trajnim dhe pastaj gjendu vetë, por të gjesh një qendër që edhe të aftëson për punë dhe të siguron një vend pune, kjo është e rrallë dhe është për mu duar trokito shpend. Patjetër, kjo është një model që na e kemi bashk dizajnu me LuxDevin, ata po e përkrojnë financiarisht, Luxemburgu, edhe që është shumë modeli mirë, për shkak se na i gjejmë trajnimet që kërkuan prej kompanive, ju financojmë bursat 100%, punojmë me ta në mentorim, në udhëzim karrierë individualisht, edhe në fund i lidhim me tregun e punës. Kjo është grupi i fundit që i patëm. Mosha universiteteve vjen? Prej shkollave, fundi shkollës mesme. Na duhet me qenë dikon 16, për shkak se me listë punës, në punë praktike mundesh me shku me 16 vjet minimum, me punu dikon 30 orë maksimum brenda javës. Çka është e rëndësishme është që 3 prej grupit parë studentave, nëse mujmë këtu 10 që kemi dërguar në punë praktike me pagesë, 9 prej tyre kanë metën punë. Do thonë kjo të shihet që kompanitë tash te kur ofrojnë vendin e punës praktike, sidomos sektorin e ICT-s, nuk e ofrojnë me të lëshuar as 3 muaj, po këshyrin për me të majt. Kjo është zotër edhe arsyeja pse ka ndryshuar edhe ky perceptimi për praktikantët, që më herët gjeneratat e jeme ose pak më të vjetra
kryesisht nuk kemi mësuar kur gjë punë praktike. Kemi bë kafe, kemi shku me ble boreka për stafin ekzistus, po nuk është se kemi bosh. Me thy pare, me botima. Kemi sto pare. Edhe domethënë kemi kryer mas 3 muaj, nuk është se kemi mësuar diçka. Tash ti sektori ka shumë nevojë për staf, edhe ka këshyr me investu muni, dije, financa në mënyrë që me majt. Kjo është arsyeja pse përqindja e punësimit ty në trive praktikantëve është shumë e madhe. Edhe ai një që ka met pa u rahatu, ka më u kthy në kompani masi të kryjnë fakultetin. Domethënë qëllimi është që trit me i majt edhe mos me i pengu shumë në zhvillimin. Ky i riu që del nga qendra juaj, çka mundet me punu në një biznes? Qëta gjashti që i rahatum dje, 5 për ty një në zhvillim software-it, do më thonë kemi klasën që kanë kry akademinë e front-end, më thonë baza e programimit fillon me front-end, të tjertë janë upcycling, do më thonë jemi të imësu të rritë, qysh me reciklu ose me upcycle, s'pëdjas qysh me përkthy si term, për shkak se te me re, po plastikën e tjera të me zhvillu produkte për ty. Në këta e kemi qu për punë praktike në kompaninë Duval Lab, që po mirën me upcycling edhe me reciklim. Të tjetë e në kompani kryesisht zhvillimi me software-it. Dje e patëm e qumë të jeta në Ankorzap, të nderim rudi në Tratex, edhe të Dex, do të thonë praktikanta që kryesisht mirën me zhvillim software-it. Një gjenerat tjetër që kemi me pas tash vitin 2026, kanë me qenë kryesisht të fokusuar në AI, machine learning, cloud computing, më thonë është një program 6 mujor që kemi përgatit gati. Këta e dim piqitashi që veç si të përfundohet trajnimi, këta kanë me shku me njëherë kam i përbit regu, për shkak se kërkohet shumë. Edhe janë 2 klasë tjera që kemi me një siguri kibernetike pak, për shkak se është program që kërkohet shumë prej kompanive. Këto trajnime janë të hapura? Këto trajnime aplikojnë për këto trajnime apo i keni kryer? Këto trajnime që tash kemi mi hapë në janar ose në 10 orë, varësisht qysh rrimë bogati, po kanë me qenë bursa kryesisht 100% volume prej Luxdevit. Ka me qenë, nuk kanë nevojë me pagu, i pagun taksa pagus të Luxemburgo si një ndim për Kosovë. Megjithatë numri është i kufizuar. Dikonja 40 mujna me dhonë këtë herë, po nuk janë pak. Për një treg të vogël. Oh my god, ti e mësu njeri për ditë mi bo këtë punë dhe shifrat po doken hajgare, po 40 bursa, po je për 43 dhe po i përgatit për punë. Po veç konkurenca shumë e madhe, për shembull i kemi pas dikon 800 qika të reja që kanë konkuruar veç për 12 bursa. Me pas mundësi 800 i kishim i dhonë. Kështu që e na vdesh me u kufizu në 12. Për shembull, po e marr vetëm si shembullin kur vajzat kanë qenë në një thirrje që kemi pas më herët për siguri kibernetike. Çka është shumë e rëndësishme në masemit e vajzat. Në vitin 2025 në ICK kemi rri me i pas 50% këtë studentave në këtë klasë qika dhe gra. Sa mirë. Që nuk e shek këto as në Evropë perëndimore as në Amerikë, për shkak se është sektor që hala konsiderohet që dominohet prej meshkujve, po jo të na. Do të thonë të pa ditës qika që po kthehen sektorin e ICT-s. Bile na kemi pas një program më herët që quhet hala është, po kur e patëm shpallë ka qenë Develop Her, edhe sloganin e ka pas No, this is not my brother's computer. Do të thonë se ku në studim e pas një qik me një laptop, ka menuar që është i vllaut vet, jo është i jam, unë jam të programu vet. Kështu që dhe na si qendër kemi dhënë shumë thanks edhe me donatorët tonë, me Suedinë, me Luksemburgun, me Norvegjinë, me USAID-in, që me promovu këtë sektor edhe të qikat. Edhe mi të e pa që janë shumë të mira, nuk mungojnë kur, janë tepër të përgatitur të përkushtuar me programin që ofrojmë edhe detyra që japim. Tash, ne jemi në një lloj përplasje të një grupi që thotë se s'ka të rinj të interesuar për punë dhe kemi një shpend në studio që flet për aplikime të shumta të trive, të interesuar për trajnime, të interesuar me zhvillu veten në sektorin e juaj. Cili është realiteti shpend? Realiteti është që Kosova deti s'ka, edhe që na duhet me pas sektorin ICT-s si një ndër shtyllat kryesore zhvillimit ekonomik në sepse rinia aty e ka fokusin. Edhe është sektori që e marr rinim rana. Domethënë nëse kemi ankesa prej të tjerëve që rinia po muj me thonë lirësh që jo që ky sektor. Për shkak se triton që shkollohen ose kryejnë trajnime dhe punësohen në kompani të jashtë nuk kanë nevojë me shku, sidomos pas pandemisë që ka qenë fatkeqësi. Nuk ka nevojë me shku me punu në Stockholm, Berlin, Zürich ose New York. Po punon për kompani amerikane dhe europiane prej shtëpisë vet ose prej coworking space një ICK. Kjo i sjell tyra shumë të mira për shkak se pagat janë bajë konkurruese, ndërkohë që nuk ka nevojë me lëshu venin
me nejt afër familjes edhe me zhvillu sektorin këtu. Diçka tjetër që është shumë e rëndësishme e ditë, sidomos në këto 3 vitet e fundit jemi të pa një kthim të madh të diasporës, 3-3 që kanë ikë gjatë luftës. S'kom qare pa përmend prap është rasti e 3 demajt edhe Edit Demajt, që kanë shku si refugjat në Detroit, edhe 25 vjet mas luftës, mas e kanë zhvillu potenciale, kapitale, financa, ju në këthy edhe kanë hapë kompani në Kosovë, që për momentin bënon dikon 60 deri 100 persona, 3-3. Më thonë që është një kthim ndryshe i diasporës, na shpesh po bojmë gare krahas blerës banesave që po e bojnë me të madhe në Kosovë, kanë filluar që me kanalizu potencialin dhe kapitalin e tyre financiar në diçka që është e qëndrueshme, që kanë vende të punës, që hap kompani të reja, edhe që i punëson të rritë në Kosovë. Paga mesatare në sektor është 1.090 euro, 1.100, do më thonë që është bajagje e mirë, edhe që sektori është në zhvillim e sipër, edhe nuk presim që komunal. Thonë e presim që kanë më hapa hala kompani, presim që kanë më këty diaspora hala ma shumë me investu, sidomos këto vene që janë gjermanofolse, edhe natyrisht në Amerikë, aty është koncentrimi i diasporës tonë më i madh. Mos harrojmë që vetëm në Zvicër kemi nxjerrë një ulëmtim janë 15.000 biznese në pronësitë shqiptarëve. Në Gjermani duhet me konë hala më e madhe, po du me thonë që është një kapital i madh të cilin na po më duket që nuk kemi ditë me shfryzu shumë mirë. Aty një vjen një ofertë me tregu se çka potenciali ku është, ata parët i kanë. Do të thonë veç duhet me pas një orientim dhe një ofertë si shtet në mënyrë që me kthy potencialin e diasporës Kosovë. Sa lezet me pas bisedë si kjo në studio shpend. Grazie. Rënimeni, po shpalosim një anë të mirë të kësaj rinie, me shumë vlera, që po provojmë shpesh herë mos me përmend ose se di pse se kemi interesin. Ma shumë po na interesojnë do Benita e do figura tjera. E në fakt unë gjithmonë besoj, ndoshta pse juve ju ka brenda rrjeteve sociale dhe shoh që rinia jon ka vlerë, ka potencial. Kjo që po e thu. Të ana tjetër, ne edhe une, edhe stafi jon, edhe ne një mas tjetër që smiremi me sektorin e juj, por jemi një gjenerat që me patjetër duhemi me u trajnu si puna e AI. Sepse sot i madhe i vogël duhet të njohin të përdorin, din të përdorin AI. AI nuk është veç shkarkon një aplikacion dhe pyete kush është bend lila, ka shumë punë tjera që mund të ndihmoj. Cilat lloje të trajnimeve mundemi ne të zakonshmit, jo të sektorit juaj, po që na duhet, mundemi me i kry në ICK? E përmene shumë mirë, do më thonë, nuk ka profesione ku të jeme një diplom, shkon me një vend punës, edhe desa të pensionohesh, kryesh, nuk ke nevojë për asë. Do thonë, ka nevojë për anglisht quhet job retention, mbatja e vendit punës, që i ofron trive edhe punëtorëve edhe në manë mosh për me u përditsu me njohuri të reja. Këtu më duhet pa tjetër me përmen, Valoni shoku jo nështë të e bo një punë të mrekullueshme me shkolla.ai, ka bo një program të veçantë të trajnimeve, ku për e shoh edhe kolegë të mi, edhe pronarët bizneseve që po shkojnë mu trajnu për fillimit, mu në banka shkollore, nuk ka marrë në 2 muajin, për shkak se janë me qindra veglat e AI-t, nuk është veç ChatGPT-ja, që po hinë në shfrytëzim edhe që na duhet me i ditë me i mësu. Tash nuk kena nevojë krejt me i shfrytëzu, e Valoni po tregon se për profesione të caktuara dhe për nevojat e caktuara, cilat janë të domosdoshmet. Tash nuk mujmë krejt me kap, se kemi edhe punë tjera, megjithatë ato që kena kryjm punë. Për shembull, tash disa vegla me cilat kemi punu kohëve të fundit, e bojnë prerjen e videove, shtojnë titrimin vet, shtojnë zonin, ti prejnë copat, do më thonë përderisa ti mundesh me pi një kafe në pauzë. Më thonë është një lëvizje shpejt e sektorit, edhe që si popull, për e shoh që jemi bajgit të adaptushëm. Edhe adaptohem shpejt, nuk e marrim me kiamet, me rysh, më thonë i këshyrim, jemi lexojmë, më thonë sektore edhe trajnohet online, edhe kemi njerëz si Valoni të tjerë të cilët i kanë mësu këto sena më herët dhe kanë vullnet me nda me komunikim. Unë besoj që për shembull, Valon Canhasi mund të jetë një prej figurave që mund na trajnojë neve si staf. Unë pash avancimin e madh të telegrafit dhe ekipës, se sa shumë kanë punu në zhvillimin edhe si tim, si grup,
për me ju lecu puna në baza ditore, dhe kjo kishte shumë rëndësi edhe për shtatin. Ata e kanë edhe ma letë se ka balonin një katë manaltë. Ja, prandaj. Ma ofër, a dhoni më ka këshyri me hi, apo kuptan, unë nuk është që di, unë përnaj në qendër inovacionit, po mirën kryesisht me menaxhem. Po pa tjetër përsho që qëtash si zvonja kom njës me përdor Gemini me Google, dhe përsho që përlecën. Në fillim e të kalzu drejtën ve ke marra me përdor të shajpë se di anglisht në mirë. Dhe nuk e vesha, po qëtash ja kom njës me vetë. Për shambull, pjep disa hints kërësore, për shambull, ose me shku një raport, ose me shku një email, ose një projekt propozim, bajagi po ta afran. Bajagi po ta afran që atë puqet ka marrë ty kohë, me orë tona, vish me anis. E kom pas një projekt me propozu brenda ditës, që duhej ta caktoja një takim me një arkitekt, ti tregoja që kam të dasht e me prit takimin, me prit një javë. Po edhe një 2 javë derisa të ma bën të planin, e më ka ndihmu shumë që të pakte një vizuale shembull ta prezantoj. Ma ka lecu, po me aq dije sa kisha, unë gjithsesi unë dhe gjithë ekipa jonë duhet me investu në këtë sektor, sidomos përdorimit e AI. Flasim për ICK-n, trajnimet që i ofron, për atë rini që po na ndëgjon për momentin, cilat janë trajnimet që na presin 2026-ën, e që ne mundemi pak a shumë u interesu për ose më u afru te objekti juaj. Patjetër. Shpesh e bojmë thirrje që trit mos më hezitu, për shkak që është një gjenerat që është pak më digjitale, jo shumë me interakcion njerëzor, thonë është pak më introvert si komunitet. Mos të hezitojnë, të vinë, të pyesin, të kërkojnë. Na kemi qenë bajki kom gull si gjenerat, do thonë dosh më bo zhug një farforme të personat ose kompani që me cilat të ki nevojë me punu. Tregova na në vitin e ri hime programe të reja, kryesisht s'kem qare pa përmen AI-n, do më thonë pa hi në AI, po natyrisht edhe me cloud computing edhe machine learning, që të trijat bashk e aftësojnë si një paket, një tri që synon me orientu në tregun e punës. Do të vazhdojmë patjetër me sigurinë kibernetike, kërkesat janë të mëdha edhe prej prindve edhe prej trive. Vazhdojmë me dizajnin dhe motion design, edhe pse ka hi AI, prap edhe këto platformat e mëdha e kanë fut veglën e AI brenda për me lecu. Edhe natyrisht në këto në soft skills, diçka që kemi bërë dhe te e kish përnda dhe lajmin kur i patën këto trajnimet në qytete ndryshme. Krahas aftësive digjitale kemi pa shumë që tri ka nevojë për këto aftësi të buta. Qoftë në prezantim, qoftë në pitching, qoftë në shkrim CV-ve, në shkrim ndryshëm, do të thonë shkrim të emailave, në komunikim ndërnjerëzor, për shkak se sistemi formal i edukimit nuk e ofron si një farë career orientation ose orientim në karrierë, të rinjt përfundojnë nuk e din çka kanë me bu me jetën. Unë e di prej familjarëve që i kam zvica që punojnë në sektor të arsimit, fusha dhe shteti ty varësisht prej rezultateve në lëndë caktuar drejton ka ki me shku. Do të thonë ti nuk mundesh shumicën e rasteve me zgjedhje do me studiu. Pra nëse je shumë i mirë shkencat eksakte, në matematikë, në tjerat nuk mundesh me shku me studiu juridikun, në farë formë. Do të thonë edhe na duhet me këshir pak a shumë afinitetin e trive dhe pregatitjen, prej ka marrin ma shumë erë, mënyrë që me pas një gjenerat fort që vjen. E qëllimi gjatë tek që ishte? Aha, gjatë qa është këtë qëllimi i Gjakovës që e këthen shikimin prap ka Gjakovës? Po Gjateksi në mon men. Gjateksi është një prej gjigantve të fjetur, tash është të flajt, Gjateksi. Na kemi kap gjatë edhe në vend tekste kemi bë tek. E qëllimi Gjatekit, majnë men kur e dizajnu bashkë edhe me kryetarën e komunës Gjakovës Gjinin, para një vite e gjys, keqe me masi mo Gjateksi nuk përdhan mo shumë tekstil, të pak të në Gjakova mund të përdu shërbime dhe produkte digitale. Ka shumë Gjakovar që kanë kompani në sektorin ICT-s. Qëllimi Gjateksit keqe me i bo bashkë edhe me qysh mujna me ndimu qytetin e Gjakovës, edhe komunitetin e trive, me hynë këtë sektor dhe mu promovu, me hap bizneset të reja, me kryu venet të reja të punës. Gjakova e ka potencialin, e ka krejt kushtet për një zhvillim sektorit tillë, e ka ajrin e mirë në një, në dy e ka Gjakova Innovation Center që është në pronësi të komunës edhe që nuk i nevoj me pagu qira, pra është pronë publike, e njëjti është edhe me bën e vetin, e ka të rritë penetrimin e internetit, ushqimin e mirë, kuzhinën e mirë, çmimet e lira. Përshun që na, kur i kemi marrë të parametra, kemi pasë si qytet mundët me u zhvillu shumë mirë. Po shpresojmë shumë që shfalëm edhe me ju ma herët, që edicionin e dytë me pas gjatë ditëve të
shqiptarit në 2026-ën, që asaj kënaqësie të në formë festivaleve mjashtu edhe komponentin e teknologjisë, në mënyrë që me orientu të rritë e Gjakovës. Tash mos harrojmë qytetet e vogla kanë universitetet veta. Për derisa më herët synimi ka qenë marrë në Prishtinë nuk tash se ka Gjakova, e ka Peja, e ka Gjelani, Ferizaj, Mitrovica, universitetet e veta dhe trit nuk kanë më nevojë me udhthu. Edhe qëllimi është që me zhvillu shtetet tjera prej brenda. Thonë që trit me nejt Mitrovic, Gjakov, Gjelan, Pej, Prizren, po me zhvillu shtetin prej aty. Për gjitha këto punë shpenti e ke shtetin mrapa, besoj, po, japin dojnë miliona që ti punon me rinini, stimulon, trajnon dhe ju siguron vendet lira punës? Jo. Jo. Çfarë mbështetje ke shpend institucionale? Si ICK po flas, ose si Gjatek, ose sa i përkra këto nisma se Gjatek janë pak më të lira, edhe kemi pas fat që kemi pas mirëkuptim edhe përkra edhe financiare prej komunës Gjakovës. Kemi dhonë edhe nësë sektor vetë, po me rëndësi që kur ta kitë zotën e shtëpisë edhe një koshqirin që i pëlqen ideja, atëre puna është ma e gjithmonë ka qenë në ide tona e tash jemi në fushat zgjedhore, na duhet patjetër me përmend që për gjitha partitë, për shkak se ICK është aty 14 vite, i kemi ndruar ja 4-5 kryeministra, 3-4 presidenta, kemi ndruar edhe të tjerë, por që komuniteti dhe komë qenë brenda aty. Është vit sfidus, e ditë. E dim që në fillim vitit me vendim të presidentit Trump u mbyll USAID. Komuniteti ka pas shumë punë dhe shumë programe në zbatim me ta. Ndërkohë që Kosova ishte në masa të BE-s, edhe si komunitet, si qendra nuk mujtë me thith fonde të BE-s. Fatmirësisht tash të fillu më lirësu disa dhe po shpresojmë shumë që në 2026 kanë me liru dhe mekanizma tjerë. Por qendrat ose veprimtaria e qendrave si ICK nuk mund me konë ose nuk duhet me qenë mo dert i donatorëve ndërkombëtar. Duhet me qenë dert i Kosovës, i qeverisë, i komunës, ju s'keni pas asnjëherë mbështetje prej qeverisë? Kemi pas mbështetje në atë formë kur ka qenë Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, është bo financimi i bizneseve, po na e kemi marrë përkrahje financiare dhe kemi shëndat të kompani startup. Po nuk ka pas edhe nuk ka ala mbështetje në qëndrueshmërinë, në veprimtarinë e qendrës. Kështu që na e kemi përgatitur një listë për një 10 intervenimeve urgjente që duhet me qenë të shtetit ku vendi miraton buxhetin e Kosovës, në mënyrë që qendrat mes me pas modern ekzistencën. E ajo është që më hyj në buxhet vjetor që aprovohet për kuvendin e Kosovës, jo vetëm ICK-ja, tek Porsche, bën vet, IPCO Foundation, nuk kemi shumë, edhe nuk kushtojnë shumë shtrajt. Nështë ta krejt që to që kushtojnë shumë malirë se këto zgjedhjet shpenzime që mbajtën për zgjedhjet e dyta të jashtëzakonshme. Pra investimi është i vogël, kthimi investim është shumë i madh, promovimi i shtetit është enorm në aspektin e tregimeve të mira që dalin prej Kosovës. E dyta është që me u miratu ligji për inovacion. E treta është me kalu fondi për inovacion, që halajën kuvend. Është të përshë që këto problemet e kapin në atë tjetrën edhe ketjon si shkak pezull i mos pasjes së një kuvendi funksional, edhe që me bashkëfinancu aktivitetet, edhe pjesëmarrjen e Kosovës si Kosovë digjitale në panajirët ndryshme, në konferenca globale me cilat kemi marrëveshje. Pra jemi të folë për shumë pak financim nëse e krahason me investimet kapitale që bën për shembull me autostrada, me objekte ndryshme, po që tregimet janë të mira. Kemi talent, kemi komunitet, për momentin ndoshta afrohem diku në afër 3000 kompani që në sektorin e ICT-s përfshi edhe call centers, me diku 40.000 persona, edhe me një qarkullim diku afër 700 milion në vitin e fundit. Domethënë është sektori me bilanc pozitiv në eksport, edhe rritjen e ka shumë të madhe. Na vijmë pak për krahë shtetit, edhe po shpresoj krejt partit, kushdo që na dëgjon edhe na e kemi shprehë edhe publikisht për me fut këto, edhe nëse kanë me të vërtet prioritet, me na tregu me vepra konkrete që e kanë prioritet. Me na rrej krahun s'kemi nevojë mo. As me dhënë foto na duhet për krahje, sidomos në një kohë ku kemi mungesë donatorëve ndërkombëtar, edhe e konsiderojmë që kur përfundon lufta në Ukrainë ose problemi edhe lufta në Gaza, Kosova nuk ka vend i luftës mo, edhe zonë e luftës mo, kështu që nuk duhet me qenë mo problemi i ndërkombëtarëve
qëndrueshmëria e qendrave tilla. Sidomos në çdo rast kërkohet puna jote të paktën minimumi 2 vite. Ju keni 14 që e keni dëshmu veten dhe kjo s'do duhej fare të diskutojë në logjikën e thjeshtë ç'është funksionon bota. Unë shpresoj vitin e ardhshëm të filloj me një podcast që është pak më intim dhe ne të flasim sakt ndoshta 1 orë vetëm për sigurinë kibernetike dhe rinim që punon. E vëdishme që ishte masi përfaqësore kjo bisedë, por e kisha shumë e rëndësi të flisnim për punën e përditshme e kaq të mirë dhe me rëndësi të veçantë për vendin e rinin të ICK-s. Shpend Lila, ke shumë kënaqësi. Kënaqësi, faleminderit. Shihemi shpesh, po nëse po presim me ditët e shqiptarit, edhe një falenderim. Shpejt vinë edhe ato. Një falenderim që e kom shkruar për ju, për Ermalin, për Arianin. Ja keni kthy shpresën e qytetit, në komunitetit, këtë po folin, kemi pru njerë që nuk në kun kur në Gjakov. Jo me program, unë me Samuna, hera parë në 2025 në që e kena qelë dyrë të oborët për me prit mësafir prej Prishtinës. Ja nesë me thirë hotele që si në kund hapën e hala, keni dy du thonë knap Gjakova. Faleminderit që u bashkove. Faleminderit që u bashkove fondacionit Shpend. Kënaqësi. Edhe unë kur mungoj shatë ditës shqiptarit ose nëntorit, Shpendi me mëngjes qarshin e vjetër. O, Shpend na myte. Faleminderit shumë, kisha shumë kënaqësi me të pasë studio. Okej, unë e kom pas plan një 15 minutë 10 në fund milion për bashkëpunëtorët tanë. Ne përshëndesim Shpendin që ka ardhur me mbesën e vet, po kthehena shpejt.